Monitorimi me kamera inteligjente i rrugëve do të zbatohet brenda këtij mandati. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarë në njësi numër 3 në Tiranë, kryeministri Edi Rama komentoi atentatin mafioz në Rinas, ku mbetën të vrarë 2 persona. Shefi i qeverisë tha se nëse nuk do të kishte vonesa burokratike dhe ky sistem që do të merret nga Emiratet e Bashkuara Arabe të ishte implementuar, kjo ngjarje do të ishte zbardhur në kohë. Nëse do të kishim atë sistem në këmbë, ajo ngjarje e Rinasit që ndodhi do të ishte zbardhur në kohë reale. Po nuk është problemi tek zbardhja. Problemi është që në momentin që ai sistem funksionon, parandalon, siç e ka treguar rasti në Emirate apo në vende tjera që kanë sisteme të tilla, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen pikërisht me rendin, me qetësinë, me respektimin e rregullave. Në vijim të turit në Tiranë, Rama përsëriti sërish se Erion Veliaj do të qëndrojë në detyrë deri në 2027, pavarësisht dëmit që po i bëhet kryeqytetit, i cili nuk mund të drejtohet pa një kryetar në zyrë. Nuk ishte një hap për të fajsuar kryetarin e bashkisë, as një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë mungonte në detyrë se kishte arsyet vetat. Po ishte një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë në pamundësi për të kryer detyrën të mos kthehej në një problem gjithmonë e më të madh për qytetin, sepse qyteti, asnjë qytet nuk mund të qeveriset me telekomand apo me delegim. Por kurdo që Tirana të shkojë në zgjedhje, socialistët e kanë gati kandidatën. Njerëzit që jetojnë në këtë qytet duan shërbimet. Duan rrugën, duan kopshin, duan çerdhen, duan pastrimin, duan të gjitha me radhë, gjë që ne duhet bëjmë çmos që t'i kenë. Jemi edhe sot këtu, së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja jonë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet. Ndërsa nuk harroi të shigjetoj as kundërshtarët politik. Është e pandodhur në histori që një parti, një forcë politike që pretendon të jetë alternativa e qeverisë të arratiset nga zgjedhjet dhe të nxjerrë dhe të fshihet mbas disa pseudo të pavarurve dhe madje për kryeqytetin të nxjerrë një aktor që luan rolin e kandidatit të pavarur. Një koment Rama e kishte edhe për reformën në drejtësi, të cilën e konsideron investimin më të rëndësishëm të socialistëve, por edhe rrugën drejt Bashkimit Evropian. Nuk është luftuar kur korrupsioni siç luftohet sot, dhe nuk e lufton SPAK-u. Nuk e lufton SPAK-u. E lufton vullneti i kësaj force politike që i dha pavarësinë drejtësisë dhe që mbron pavarësinë e drejtësisë edhe me koston e paguar në lëkurën e vet. Ne nëse fillojmë ngacmojmë, do ta shtyjmë edhe 20 vjet tjera dhe duhet ta harrojmë pastaj që të ulemi në tryezën e Bashkimit Evropian.